Ndër fillimisht ne protestojmë për ndërhyrjen që është bërë të dalin makineritë të lirohet natyra dhe të rikthehet në gjendje më pashme. Por nga ana tjetër projekti I cili është prezantuar dhe sipërfaqja që prezantohet aty është shkatrimtare, nga rendra që kemi parë, dhe patjetër merret parasysh që do kenë 10.000 dhoma dhe është një ndërtim që do zgjasë 10-15 vjet. Pra kemi një ndërhyrje e cila do jetë për ditë me 10 makineri, me 100 makineri, me shumë njerëz, pra nuk flasim më për natyrë që të mbetet aty, por një qytet të ri.